Zbuloni kush është frika më e madhe shenjave të horoskopit. Astrologët kanë treguar edhe një tjetër detaj të shenjave të horoskopit që këtë herë bëhet fjalë për frikën më të madhe që secila prej tyre ka. Dashi. Frika për të humbur njerëzit e dashur. E vetmja gjë që kanë frikë personat e shenjës së dashit është frika për të humbur njerëzit e dashur. Ata njihen si luftëtar dhe nuk e pranojnë, si dhe nuk e durojnë dot faktin se kanë humbur në një betejë që ka rëndësi për ta. Demi. Frika nga paqëndrueshmëria financiare. Demat duat të jenë rahat me jetën e tyre dhe ta shijojnë në mënyrën më të mirë. Paqëndrueshmëria ekonomike për këta është frika më e madhe. Binjakët, frika për të marrë vendime. Binjakët simbolizojnë dy pjesë të ndryshme të karakterit të njeriut dhe nuk vendosin dot me siguri. Frika më e madhe e tyre është marrja e një vendimi të rëndësishëm. Gaforia, frika për t'u larguar nga shtëpia. Personat që i përkasin shenjës së gafores dëshirojnë të qëndrojnë në zona të sigurta. Ata duan vende ku askush nuk mund t'i lëndoj, pasi njihen si shenja më e ndjeshme e zodiakut. Luani, frika nga injorimi. Personat që i përkasin shenjës së luanit njihen për vetbesimin. Frika më e madhe për ta është injorimi, pra nëse dikush i injoron. Virgjëresha, frika për mangësinë ndaj gjërave. Virgjëreshat njihen për dëshirën që kanë për t'i pasur gjërat perfekte. Në rast kur kjo gjë nuk ndodh, ata friksohen shumë. Peshorja, frikë për të qëndruar vetëm. Personat e shenjës së peshores njihen për dëshirën që kanë për të pasur pranë njerëz dhe vetmia i frikson shumë. Ata nuk qëndrojnë dot vetëm. Akrepi, frikë nga braktisja. Ata janë të friksuar nëse të tjerët mund t'i braktisin ose nëse humbin individualitetin në një marrëdhënie. Ata mendojnë për të ardhmen dhe i bëjnë shpesh pyetje vetes si do të shkojë jeta e tyre. Shigjetari, frikë nga humbja e lirisë. Personat e kësaj shenje njihen për dëshirën që kanë për të udhëtuar dhe për të bërë aventura. Ata kanë frikë nga zënia e hapësirës së tyre pasi liria ka shumë rëndësi për ta. Bricjapi, frikë nga dështimet. Personat e shenjës së bricjapit kanë shumë frikë nga dështimet. Ata njihen për korrektësinë dhe ambicien e tyre dhe dështimi i tmerron shumë. Ujori, frikë nga kompromiset. Ata nuk pëlqejnë kompromiset në fusha të ndryshme në jetë. Ata urrejnë idenë e punës në grup sepse ujori ka mendjen e vet. Ti lësh ata vetëm që të vendosin për gjërat është gjëja më e mirë. Peshqit, frikë nga përgjegjësit. Peshqit njihen për botën e tyre plot fantazi që nuk duan të rriten. Frika më e madhe e tyre është përgjegjshmëria.